Sot po përgatisim një trileqe të shpejt, të butë dhe manitëse, me të gjitha produktet e marrën nga Neranci Organic Market. Për bazë kam përdorur miksin gjysmë të gatshëm për trileqe nga Neranci, i thjesht për të përdorur dhe jep një rezultat super profesional. Do shtojmë 6 vezë të plota dhe 100 ml ujë. Ky kombinim bashkë me miksin krijon një masë të ajrosur dhe të qëndrueshme. E rraj mirë me mikser derisa të trafishohet volumi dhe të bëhet e lehtë si sfungjer. Do e vendosim në një tavë duke vendosur në furrë të piqet temperaturë 180 gradë për 30 minuta. Siç e shikoni, rezultati flet vetë. Pastaj do përgatisim shërbetin duke vendosur qumshin e freskët me palen të lëngshëm. Kjo jep ëmbëlsirë, lagështi dhe shije që bën kaq të dashur. Pasi pandispania është ftohur, e vendosim për ta lag, e lagim mirë me shërupin kremos. Dhe për finalizim, vendosim përsipër krem karamelin gati nga Neranci. Ka një shije perfekte, e plot dhe e balancuar. Dhe ja ku është trileqja e butë me lagështin të përkryer dhe një shtres karameli që shkrihet në gojë. Të gjitha produktet i gjeni tek Neranci Organic Market. Provoj edhe ti këtë recetë dhe impresionohu me familjen tënde. Nga Klidis Kitchen, mos harroni ta bëni like, follow Klidis Kitchen dhe po ashtu kompania Neranci.